Postimi tjetër që e zgjodha është kjo. Sot jam i njëjti që isha dje. Nesër do të jem po ky që jam sot. Në lidhjen me krijuesin, në raportet me njerëzit, në qëllimet e mia, në misionin tim, me idealin që jam rritur dhe rrugën që kam ndjekur, në dash Zoti. Edhe kjo lidhet pak me politikën. Po. Dhe edhe këto e kam bën mas angazhimit tim politik, sepse a e din që është fola pak më herët. Njerëzit fillojnë me tashmi bo kalkulimet e tyre, pse ky hynin politik, cili ishte interesi i tij në politik. Bile më ka ardhur qesharake kur kam dëgjuar edhe me çka u kushtozu Muhamedi që hynin politik, ku e zonën ngushtë dikon, edhe tash ti spaçare me hi. Pra edhe si Muhamedi kanë rënë përveç. Ndeshta njerëzve kështu më u thon edhe miqve edhe tash hajde. Aty që mendojnë ndryshe se janë armiqtë mi, që unë do t'jam i njëjti. Nëse Muhamedi dje është kon në Xhumon Uhud ose apet edhe pas. Do t'jetë edhe pas. Domethënë nëse Muhamedi është mundu me u sjell mirë me dikan, prap do ta bëj të njëjtën. Pozita, posti nuk do ta ndryshon Muhamedin. Dhe unë besoj fuqishëm që ashtu do t'jetë. Sprovat janë të ndryshme, unë jam i vetëdijshëm, prap po them për sprovat që i ka ky rrugët tim, por ama duke njoftë edhe veten, duke njoftë edhe njerëzit që më rrethojnë, duke njoftë edhe ambientin ku jemi, dhe duke u mbështet Zotit, unë po besoj që do të jemi njëjti Muhamet që kam qenë dje edhe nesër do të jem.